Po mbahet seanca për dosjen 5D, ku mes dëshmitarëve është dhe deputeti demokrat Belind Kolliçi. Është bërë me dije se në dëshminë e Kolliçit, ai qëndron dëshmisë së dhënë më parë në prokurorinë e posaçme. Gjithë informacionin e kam marrë shkurt mars 2023, e kam dorëzuar si provë në organin e akuzës. Kam dhënë dëshmi në SPAK dhe i qëndroi $25 milion për llogaritja që kemi bërë, që është fituar nga 5D, ka deklaruar ai. Funksionin Bashkinë Tirana apo jo, se shoh që edhe gazetari është këtu dhe kamera ashtu. Po me sa duket ka media që nuk i raportojnë këto gjëra. Pa folur për median, zotë Kolliçi, a mund ta thuash në çfarë cilësie ishit në këtë proces në gjykatën e posaçme? Në proces në gjykatë isha i thritur si dëshmitar dhe si kallëzues për dosjen e korrupsionit 5D, dosjen famoze të 5 drejtorëve. Para gjykatës jam pyetur nga avokatët mbrojtës të drejtorëve që sot janë në burgun e Fierit. Jam pyetur nga gjykata dhe nga prokuroria e posaçme për rrethanat e ngjarjes. Kam dhënë përgjigjet e mia shtëruese në raport me informacionet që kam patur, kallëzimin, përpilimin e kallëzimit, depozitimin e tij. Jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike, deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve të mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike, është kaluar edhe deri diku në ridikulim të situatës dhe të zgjedhjeve të vitit 2023, ka patur dhe pyetja a fitova apo jo Bashkinë e Tiranës, por sigurisht avokatërve mbrojtës me që kjo pyetje ishte një çështje që nuk është në themel të diskutimit brenda sallës gjyqit, po ja jap përgjigjen këtu, më mirë këtu ku jam unë sot, sesa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabit i elektoral 5D, me që kishin hallin e rezultatit të 14 majit vitit 2023. Jam pyetur për praktikat korruptive që kam denoncuar, jam pyetur për burimin e informacionit, jam pyetur për teknikalitete që kanë të bëjnë me çështjen. Në thelb, sigurisht, është bërë sërish e njohur nga gjykata fakti që kallëzimi i nisur kryesisht nga prokuroria e posaçme është bashkuar me kallëzimin e depozituar nga ana ime në datën 9 maj të vitit 2023, 5 ditë para datës së zgjedhjeve, dhe më pas jam pyetur për të gjitha informacionet dhe indicjet që unë kam patur me këtë çështje. Sigurisht, përgjigjet e mia kanë qenë drejtuar gjykatës me shumë etik dhe shtëruese për aq informacione sa unë disponoj. Zoti Kolliçi, për përshtypjen një pyetje avokatit të Redi Mollës, kur pas se ky fundit është në burg dhe nuk ka mundësi të vjedh votat. Në fakt ishte një vetë pohim për një pyetje ndaj jush do kandidoni për bashkinë. Si e komentoni këtë? Duke qenë se u tha me dyer të mbyllura për prezencën e mediave, po. U tha dhe më vjen mirë që ju e riktheni këtë pyetje në vëmendje. Sigurisht unë u pyeta edhe për faktin që me që tashmë i pandehuri Redi Molla nuk mundet t'ia u vjedh më zgjedhjet, pra duke pohuar këtë ekzistencën e këtij fakti, u pyeta nëse do të garoj sërish. Për sa i përket planeve të mia politike dhe ambicieve të mia politike, nuk besoj se ka qenë salla e gjyqit ajo që vendos apo ka ndonjë interes të veçantë në gjykatën e posaçme. Kështu që për sa i përket Bashkisë Tiranë, unë kam patur dhe një qendrim publik në 2 ditët e fundit. Betejë ime politike dhe individuale me ish-kreun e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, tashmë konsiderohet nga ana ime një kapitull i mbyllur. Por betejë ime politike me modelin Erion Veliaj, që sot është në çdo institucion të Republikës së Shqipërisë dhe në çdo dikaster të rëndësishëm të vendit, sigurisht vijon dhe do të vijojë deri në fund. Zoti Kolliçi, ju keni akuzuar gjatë daljes tuaja publike dhe zyrtar të tjerë të Bashkisë së Tiranës dhe po ashtu i keni denoncuar zyrtarisht edhe në SPAK. A keni marrë informacion nga prokuroria e posaçme se në çfarë faze ndodhen hetimet për këta zyrtar të tjerë të cilët ende nuk janë prekur nga institucioni i akuzës? Zonja Lala, unë ju falenderoj shumë për pyetjen, sepse kjo është një pyetje me shumë interes edhe për opinionin publik, sepse edhe unë shpesh pyetem për këtë çështje. Jam pyetur dhe në sallën e gjyqit për dokumenta të tjera që unë kam disponuar. Sigurisht, të gjithë informacionin që unë kam disponuar deri në datën 9 maj, kur unë kam depozituar zyrtarisht kallëzimin pranë prokurorisë posaçme, unë e kam depozituar. Më pas, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga prokuroria e posaçme, për shkak të informacioneve apo denoncimeve të bëra publike në media, unë jam njohur me rrethana të tjera, me afera të tjera korruptive, me ndikim të palishëm të kryer nga zyrtar të tjerë të Bashkisë Tiranë, të cilat i kanë formalizuar në një sër dokumentash zyrtare, informacion mbi fakte të rënda penale, të cilat
unë i kam adresuar të gjitha pranë prokurorisë posaçme. Sot që ne flasim, unë nuk kam një informacion zyrtar nga ana e organit akuzës për statusin e këtyre materialeve depozituara nga ana ime, por të gjithë informacionin që unë kam marrë, qoftë në burimet hapura, me anë burimeve të hapura, qoftë nga takimet ndryshme në qytetin e Tiranës, qoftë nga dosja, nga studimi i dosjes hetimore të kryer nga prokurorët e Spakut për rastin e 5D-s, unë jo vetëm që i kam bërë publike, po të gjitha ato që kam menduar që përbëjnë interes publik dhe kanë të bëjnë me afera korruptive, sërish i kam formalizuar, i kam shkruar dhe i kam depozituar pranë organit